أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun xhalla xhelaluhu. Salatë dhe selamet, përshëndetet, lutjet tona më të mira, më të sinqerta janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve, zotëriun e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, vullën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë sunetin e pastërt Muhammedit alayhis salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, herën e kaluam folëm për vlerën e ezanit dhe për atë se si hyri ezani në islam dhe në cilin vit ishte, dhe e cekam se kjo ndodhi në vitin e parë, menjëherë pas hijretit shpërnguljes Muhammed alayhis salam prej Mekës në Medinë dhe ndërtimin e xhamisë Kuba në Medinë, u bë ezani si mjet për me i thirr muslimanët me fal namazet e tyne në xhamiat e Zotit bashkarisht. Mirë po, folem edhe për disa çështje për ezanin, për cilën dhe dua edhe t'i vazhdoj disa gjëra tjera, të cilat mendoj dhe kam pasur të arsyeshme edhe pse jam të fol për gabimet e namazive, po megjithatë disa gjëra edhe disa gabime që ndërlidhen me ezanin edhe me namazlit që thirrin ezanin apo e dëgjojnë ezanin. Në mënyrë që të dalim sa më mirë karshi Zotit që jemi pasu suneteve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ezani, të nderuar vëllezër, që na ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam, sigurisht te hadithet e Abu Davudi, në hadith Hasan Sahih, në cilën Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar si thirret ezani, është ezani që e dëgjojmë në xhamiat tona. Ajo është thirrja 4 herë, 2 nga 2, e madhrimit Allahu Taala kur thret me ezinë dhe thot Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, që është Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, përsërit 4 herë. Pastaj Ashhadu an la ilaha illa Allah, Ashhadu an la ilaha illa Allah. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Allahu është një i vetmi që meriton mu adhuru është Allahu. E përsërisim 2 herë. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut, edhe kjo përsëritet 2 herë. Hayya ala s-salah, Hayya ala s-salah. Eja në namaz, eja në namaz, edhe kjo 2 herë. Hayya ala l-falah, Hayya ala l-falah. Eja në shpëtim, eja në shpëtim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. La ilaha illa Allah. S'ka zot që meriton mu adhuru me të drejt veç Allahut. E përsërit vetëm një herë. Këto janë 15 fjalët gjatë ezanit, të cilat na i ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam. E këto fjalë është mirë muezini me i ditë me i shpreh si duhet. Për fat keq, shpesh herë dëgjojmë njerëz që gjatë ezanit dhe ikametit nuk shqiptojnë fjalët si duhet. Dhe është detyrë e imamëve që edhe vetë, po edhe muezinave t'u mësojnë drejt shqiptimin e ezanit. Dhe ne për shembull e dëgjoj muezinin t'u thirr ezanin, po qoftë edhe muezini rregullt që paguhet për këtë punë, po qoftë edhe dikush që zaventson muezinin që bën shumë gabime gjatë shqiptimit të fjalëve që e ndron edhe kuptimin, dhe kjo është e ndaluar në Islam.
Për shembull, ashhadu an la ilah, e zjat an që është ndaluar. Ashhadu an la ilaha, shkrihet nunin e lam dhe thuhet ashhadu an la ilaha, shkurt, jo e. Pastaj ashhadu an la ilaha illa Allah, në vend se me thonë illa Allah, dëshmoj se s'ka zot tjetër veç që meriton më adhuru me drejt përveç Allahut. Ky thot për shembull ashhadu an la ilaha illa Allah, s'ka zot tjetër tek Allahu, illa Allah, nëse s'tu illa Allah përveç Allahut, të ndron krejtësisht kuptimin e fjalëve. Do të me thonë, ashhadu an la ilaha illa Allah, e jo, ashhadu an la ilaha illa Allah, tek Zoti s'ka Zot. Dhe me këtë këne paska, po? Kjo gabim. Ose për shembull thot, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, kjo gabim. Andaj po them, është shumë më rëndësi që ai që e thret ezanin me ditë me e thon ezanin si duhet. Dhe këtu i bie rol i madh imamit të xhamis, po edhe vetë institucionit bazisë islame që me bë kurse dhe me mësu me ezinat se si duhet me i thirr ezanin si duhet. Po edhe nëse e zaventson dikush me ezinin, edhe ai që e zaventson, edhe ai duhet ta dije se si thirret ezani dhe ikameti. Dhe nuk ka turp që me emsu për arsye se bëjmë mëkat, të dasht me fitu sevapin, neve bëjmë mëkatin. Andaj duhet njëri që don me thirr ezanin, kurse është me ezini, ose nëse është me ezin, nëse e din që imami e ka leximin e mirë, shqiptimin e mirë, me i thonë imamit, dëgjo ma ezanin dhe më përmirëso ku kam gabim. E jo me elan vetën, me vazhdu në tillë. Ose për hatër zbukurimit ezanit, me zgjat ku s'duhet e me shkurtu ku duhet. E për shembull, është shkurt, Allah i ka dy, e ky me thonë Allahu Akbar. Sa zgjatën? Ani pse ndoshta për vesh, po tingëllon bukur, mirë po se i përket drejt leximit, në respektimin e rregullave, është gabim. Prandaj duhet të i përmbahemi rregullave. Të i përmbahemi rregullave. Për shembull, ka qenë, thuhet, s'po kujtohet emri i një emirit të muslimanëve, halifës së muslimanëve, më duket ka qenë, që e ka dëgju njënin të ja thirr emrin në bërçabës, të ja thirr emrin o filan, me emën ta s'po kujtohet emri. Edhe ai është nervozu dhe ka thonë kush është ky që ma thirr, i kanë thonë filan hoxha, një dietar. Ka thonë sillmani këtu. Si ka thonë ti mu më thirë mu kështu në tja, i gare të bo me emnin të tema, se ka thonë atër ty randa, që shtot atër dhe randa. Kushet ti thot me lujt, me emrin tim, me më thirë mu në këtë formë, e ty kushe mun? Thot po ty së të pengoj me ezini, kure thiri e zonin që bëjke kësi zona, emnin Allah të e thonë, dërsa në emnin tënë ty pat me të hatrëja. Dhe me një herë e kuptoj mesazhin dhe urdhroj që të thirret ezani në formën që duhet. Andaj është shumë më rëndësi, është prej gabimeve të muezinëve kur bëjnë me ezanin gjëra të cilat prishin rregullat e gjuhës arabe, për arsye se kanë thënë dietar prej kushteve, sharteve, shurutul adhan, prej kushteve të ezanit është në ne mu thirë në kohën kur ka hyn koha e namazit, në dy mu konë edahu bi lughat el arabije,
më konë gjuhën arabe me e thirë, e jo ti tyç për ta mërmendje. Për shembull, nuk ka me me e thirë. Rasul, s'ka rasul. Ose ty që për ta mërmendja mindrua illa, qyshen rregull e gjuhës arabe, në atë formë ki me e thirë. Është kusht të jetë në gjuhën arabe. Për shembull, ka disa prevendeve muslimane të cilat në historinë e tyne, jo të largët, janë mundu me ndru ezanin nga gjuhë arabe dhe me e ba në gjuhë tyne, me ndru. Kjo ka që para luftës dytë botërore, edhe më njerë mas luftës dytë botërore, disa vite pas, është këthy, alhamdulillah, edhe sot e kësaj dite, thirët në gjuhën arabe. Kështu në e kam su Rasulullah s.a.s. dhe kështu do të mbetet deri në ditë kiametit. Është thirrje universale për kretë muslimant. Shkon Mekën, Medine, shkon Trojet tona, shko ku do që të shkon, në tokë lindjes dhe të perëndimit, muslimant e kanë këtë thirrje. Sikur që shohim edhe që i kemi shumë thirrje, qoftë telefonike, qoftë përshëndetje, qoftë sende në gjuhë caktume dhe nuk na pengojnë, nuk duhet t'i pengojë edhe dikuj kur është e caktume prej Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj prej kushteve është që të bëhet në gjuhën arabe duke i respektuar rregullat e gjuhës. Po ashtu si janë thonë, ashtu në as mos me i shtu e zane diqka, as mos me i mungu. Sigur për shembull që e shohim të shia që pas fjalës hayya ala salah, hayya ala falah, e janë namaz, e janë shpëtim, e shtojnë edhe llafin hayya ala al khair al amal, e janë në vepër të mirë. Nuk ka bazë, kur far bazë e sunet pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe si e tillë nuk duhet me u zbatu në përditshmërinë tonë, por mbetemi të përkushtuar që ta zbatojmë pik për pik ashtu si që ka thirr Bilali radiallahu anhu në kohë pejgamberit alayhi salatu wassalam, ashtu në duhet me thënë edhe neve. Mes fjalëve as nuk duhet të ketë shumë pushim të gjatë, e as shumë pushim të shkurt. Për shembull, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pse zbën kështu në shpejt? Pse kanë thënë dietar, nuk i japim hapësirë që dëgjuesve me i përsërit fjalët të mezinit, se tham pejgamberi alayhi salatu sallam e ka mësuar mezinin që ta pasoje xhamati ta pasojë fjalët e mezinit. E tash ti kur të shpejton, ai s'ka mundësi ty me të pasu. Ti ke thënë ashhadu an la ilaha illallah, dhe më njëherë ashhadu an la ilaha illallah, ai s'mundet me thonë, po e bën një far pauzë të shkurt. Po dhe as mos me e bë aq të gjatë. Kom pa për shumë në vendet të ndryshme, islame, janë vend tonë, aq shumë e bën mes fjalës në fjalë, që mundet 12 minuta, 13 minuta mi zgjat një ezan, sidomos namazin e sabahut. Dhe kjo nuk ka prej sunnetit. Prandaj el muala bejn el alfadh, dhe thonë, nuk duhet të ketë shumë çkoqitje apo shpejtim mes fjalëve. Po ashtu, nëse e thirr njëri vetën kura ezanin, nëse e thirr, nuk ka nevojë me e ngrit atë shumë ezanin, po e bën, sikur që thotë edhe Sheikh Uthejmini, e bën ngritjen e ezanit aq sa e dëgjon vetën e vet. Dhe e kem potencuar në kalume që ezani është farz e kifaje. Në më thonë, thirrja e ezanit para namazit është farz el kifaja, dësa të Hanefit është sunne muakkede i fort që nënkupton nëse lihet me qëllim dhe vazhdimisht, atëra është haram e ndalume sipas rregullat të usulit të fikut Hanefi. Dhe thotë, edhe Hanefit janë me xhumhurin, me shumicën e mezhebeve në çështjen e lanjes së ezanit, që mos me e lan ezanin në një vend pa u thirr. Por nëse është thirr, atëherë ka ra gjunahi prej të tjerëve. Ndërsa për gratë nuk është obligative thirrja e ezanit. Gratë mund me hyrë me fal namazin
se namazi më i mirë për gratë është shtëpiat e tyne, shpit tyne, në dhomën e tyne, me një qosht të dhomës me nda vetëm për namaz. Këto nuk e kanë obligim, por nëse e thirin ezanin dhe ikametin sa për vete që e dëgjon brenda hapësirës së dhomës dhe nuk i dëgjohet ezani të burrat e huj, atëre e kanë leju dietarët që kjo me e thirë se Aisha radiallahu anha ka thirë ezan dhe ikamet kur ka fal namaz, ose Ibn Omeri kur kanë pyet a i lejohet grave me thirë ezanin dhe ikametin kur fali namaz, ka thonë e kush e mundet t'u andaloj aty në dhikrin e Allahut Taala. Është konsideru si kujtim i Zotit. Ezani dhe ikameti e ka sevapin e vet. Por në hapësiren që nuk dëgjohet nga burrat që nuk janë mahrem, nga burrat e jashtëm. Tash paramendoni ju të nderuar vëllezër, çështën e zërit të gruas tek ato gratë tona të cilët dalin edhe neve na lexojnë apo na knojnë ilahi të ndryshme, edhe duhet të jetë temë diskutimit a bën as bën. Pa kur far dyshimi nuk bën me dal para burrave të huj, e zbukurume, e lyme, e ngjyme dhe me zonin e saj, me e shpreh, me thirr, qoftë ezanin apo ndoj recitim, poezie, me ilahi të ndryshme para burrave të huj. Kur Allahu Taala edhe në ajetet Kuranit ka thonë mos i zbukuroni zërat e juj kur të flisni me burrat e huj. E ku është me zbukuru zonin kur të lexon ilahi. E tash le të mendojnë ata burrat të cilët janë burrat të këtyne grave, se në çfarë drejgje e sjellin veten që mund me radhën drejgje të dejuzit që dihen hadithet që ka folë pejgamberi alayhi salatu wassalam për mkatin e burrit i cili nuk kujdeset për gruan e tij. Po ashtu lejohet me thirr ezanin dhe ikametin nëse të ka hup namazi. Shumë e ka zonë gjumi është ngrit mazi ka lind dielli, mundet me thirr ezanin dhe me bë ikametin. Apo i kanë hup disa namaze, qoftë ka qenë në spital, ka humbë vetdijen, është fut në operim sende, e pastaj i ka bashku disa namaze, atëherë mundet me një ezan dhe me ikamete para çdo namazit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam luftën e Hendekut i ka humbë 4 namaze për shkak luftës. Kanë qenë 10.000 politeista mushrik që në ardhe kanë rrethu Medinën dhe vazhdimisht është kanos rreziku për musliman, ka humbë pejgamberi sa brenda ditës 4 namaze, drekën, iqindin, akşam dhe yatsin. Dhe pastaj ka urdhnu sahabët me thirrë ezanin e pastaj për çdo namaz edhe me bë ikametin dhe i ka bashku një herë drekën, pastaj iqindin, pastaj akşam, pastaj yatsin. Nëse të hupin namazet me arsye, i bën do të thotë kompensimin kaza në këtë formë. Namazin e parë që më ka ikë, të dytin, të tretin, edhe në fund të katërtin. Përveç, për shembull, akshamin, dreki që ndi aksham, gati është me hyn koha e namazit të yatsis. Nëse e fali drekën i qindin dhe akshamin, më hyn koha e yatsis, atëherë e fillojmë mas pari me akshamin në kohën e vet, për mos me na ikë, pastaj ne kthehemi drekën edhe i qindin, e falim sipas renditjes që në kanë hup këtë namaz. E në kësi raste lejohet që me bë ikametin para, jo lejohet, për duhet që ikametin me u bë para çdo namazit të cilin në ka ik me një arsye të caktuar. Mirë po, me arsyetua me punë dynjas, me thonë, valla unë kur po shkem punë, s'po kam vakt, unë falem veç yatsin edhe sabahun, shpej e kur dalën punë dreki që një akşam së një fali, Zoti më falë, ja nuk të falë Zoti ty për punë dynjas në këtë formë. Mundet një herë të ndodhe për ti me ba adet për ditë me shkun punë dhe me ilan namazet e tua, e mes tane veç me goj me thonë Zoti më falë, shme të falë Zoti. Kur ti qëllimshëm po e braktis takimin me Zotin dhe nuk po i përgjigje thirrjes së Zotit tënë që në kohë të vetë me i falë namazet. Ai cili e dëgjon ezanin është prej sunetit me i përsërit fjalët e muezinit dhe sikur që na ka mësuar pejgamberi dhe në fund të ezanit me thu salavatën ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, se thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kush çon salavate për mua, Allahu i çon pastaj 10 salavate për ta,
dhe kërkoni prej meje që Allahu me ma dhon mu wasilen, fe inneha menzilatun fil gjenne, se është një pozit në gjennet që Allahu Teala as kuj nuk e përveç një robit të zgjedhur, wa arju an akuna anahu, e unë e lusë Allahun që t'jem unë aj i cili ka me fitu vesilen, këtë pozit në gjennet, fe men sa'ala li el wasile, hallet lehu shafa'a, hadithin transmeton Imam Muslimi sa ju në ti, kush e lutë Allahun mas e zanit që Allah më madhon mu vesilen, i bëhet halal shefati im në ditën e gjykimit. Dhe si është syneti me u lut, është me thonë Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Deri këtu është për synetin. Dhe sa shtojt sa inneke la tukhlifu al-mi'ad, ti nuk e prish premtimin tënd. Kjo është hadith shadh që se kanë paranu djetarët, se kundërshton hadithet sahihe që në transmetun këtë, dhe i ka konsideru si të dobët, dhe nuk veprohet me të. Andaj në fund të duas e zanit, nuk thuhet në fund, in Allah la yukhlifu al-mi'ad, Allah nuk e prish premtimin e vetë. Por mbetim vetëm me duan që ne ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nuk pëlqejet me thirë e zanin dikush që nuk është i caktuar për muezin. Jo që se cili që ti teket me marë edhe me thirë e zanin në gjami. Nëse është caktu dikush që duhet me thirë e zanin, e thirë aj i ndërun vëllezër. E jo se cili që i teket me marë edhe me thirë e zanin. Për kundrazi, e zani është pra ti, është me kruh, është e papëlqyme që tjetër kush me marë dhe me thirë e zanin, përveç nëse muezini i jep leje. Për shembull muezini po vanohet, ka hy koha edhe i thot dikuj, thirë vlla e zanin ti, kjo lejohet, por nëse është muezini nuk guxon dikush me marr mikrofonin dhe me thirë. Po ashtu dietarët kanë thënë nuk është mirë që muezini me thirë e zanin brenda xhamisë. Se i pengon namazlit, dikush është të fal namaz te hiyetul mesjid, namaz e përshëndetës, dikush është të lexu Kur'an, dikush është të përsërit Kur'an, apo ndoshta edhe është të ligjëru deri në ato momente të mësu dikujt një të mirë apo diçka tjetër, nuk është mirë që të bëhet brenda, por duhet të jetë në një pozitë që nuk i pengon këta të cilët janë brenda. Nëse e bën normal, ezani është tamam, po jemi të folë se çfarë kanë preferu dhe çfarë nuk kanë preferu dietarët. Dërsa namazet tjera, jashtë 5 kohëve të namazit, nuk ka ezan, sikur që është namazi i gjenazës, sikur që është namazi i shiut, ose namazi i nxënjes së dillit dhe hanës. Për këto nuk ka ezan. Për shembull, namazi i gjenazës nuk ka ezan. Sa namazi i shiut dhe namazi i nxënjes së dillit apo i hanës është prej sunetit të thuhet as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, lutja është e përbashkët ose të bashkohemi për namaz. Sa jashtë kësaj nuk ka, do thotë nuk ka namaz, apo më mi të themi nuk ka ezan që i lidhen që duhet me thirr, përveç në namazet e kohës, 5 kohëve të namazit sabahut, drekës, iqindis, akşamit dhe yatsis. Nuk lejohet ndërun vllazën me hyrë në xhami edhe me bisedu muhabete të dynjas, kot së koti. Përkundrazi, duhet me pas shumë kujdes që mos t'i pengojmë njerëzit. Mundet më fol, fjalë, por jo me u bë tubime kot së kotin brenda xhamijave. Mirë po me fol, mundet, për shembull, si
ku ishe, çka bone, pa i pengu të tjerët. Por me kesh, apo dikush me hy me cigare, ose me lëshu telefon, ose këqyre këtë video, e këqyre atë video, e xhamia është bë për me kujtu Allahun Teala, e jo me bë hajgare me atë vend të beku. Po ashtu, prej sunetit është, kur të vihet të fjala e ezanit, hayya ala salah, hayya ala al falah, muezini është mirë me e kthy kokën anën e djathtë, të thonë hayya ala salah, hayya ala al falah. E muezinat sot për shkak mikrofonit, nëse ka statik, nuk e kthen kokën djathtë e çmejt, po mbetet kështu ne. Nëse ka të dorës, është mirë, pa e kthy trupin. Kanë thonë dietarët, e kthen vetëm fytyrën, hayya ala salah, edhe hayya ala al falah. Nësa xhamati e thot la hawla wala quwwata illa billah. Kur ta përsërite muezini, kur thot hayya ala salah, ti mos thuj me njëherë la hawla wala quwwata illa billah, po e thu edhe ti me muezinin hayya ala salah. Kur thot ai hayya ala salah, ti thuj hayya ala salah, pastaj thuj la hawla wala quwwata illa billah. Kur thot ai hayya ala al falah, ti thuj hayya ala al falah, la hawla wala quwwata illa billah. Përsëri ai thot hayya ala al falah, ti e përsërit hayya ala al falah, la hawla wala quwwata illa billah. E thun vetën tënde, sa e dëgjon vetën, por jo dhe ti me Zot të madh, sa me e prish qetësinë. Mirë po, është mirë që me e përsërit edhe muezini do thot me kthy kokën në djathtë të fjala hayya ala salah dhe në anën e majtë të fjala hayya ala falah, ndërsa ne me i përsërit fjalët e muezinit. Pastaj në namazin e sabahut e kemi një shtojc, Bilali radiallahu anhu, muezini pejgamberit alayhis salam, erdhë në xhami dhe e pa se pejgamberi alayhis salam nuk ishte brenda në xhami. Pejgamberi alayhis salam e ka pas më një herë që aty në dhomën e lidh me xhamin dhe e dëgjonte ezanin. Dhe Bilali është interesant, sahabët kur e kanë thirrë ezanin, kur nuk kanë shku me ngrit pejgamberin alayhis salatu wassalam. Se nuk e kanë ditë a është i zbrit në ajeti Kur'anit apo diçka, e kanë prit vetëm ardh Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaj Bilali radiallahu anhu kur hyni në xhami e thirrë ezanin, në fund të ezanit sabahut, para se me hynë namazi sabahut, pasi e kryti hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, tha as-salatu khayrun minan nawm, as-salatu khayrun minan nawm. Namazi tha është më i mirë se gjumi. Namazi është më i mirë se gjumi. Allahu akbar, la ilaha illallah. Kur e dëgjoj këtë fjalë, këtë shtojc në ezan, pejgamberit alayhi salatu wassalam i pëlqeu shumë dhe i tha Bilalit radiallahu an, bëre këtë në ezan para namaz sabat. Dietar kanë folë në lidhje me këtë shtojc, salatu khayrun minan nawm, ka thonë kur është mirë me u thonë kjo shtojc. Dhe ne për shembull namaz sabat lexohet kjo shtojc. Mirë po është interesant për shembull Sheikh Albani, Sheikh Mashuri, ulemat më herët kanë folë në lidhje me këtë çështje, kanë thonë kjo shtojc janë, ka thonë në ezan para se të hyje koha namazit sabat. Bilali radiallahu anhu e ka thirr ezanin as-salatu khayrun minan nawm para se me hyn koha namazit sabat diku rreth 20 minuta. Që më dhon njerëzve kohë që me u ngrit, kush ka mendën me agjeru, me hongër apo me pi diçka, edhe pastaj në vështir ezani i sabat. Te ne sot për shembull, kjo shtojc, salatu khayrun minan nawm, është në ezanin e sabat dhe ne menjëherë e dim se hyni koha e namazit sabat, por për sunetit, dhe këtë po mundohemi me spjegu, ku janë gabimet tona, për sunetit është që ky ezan në Çaba për shembull është, Medine është, që thirret ezani para se me hy koha namazit të sabat. E thirrin një ezan, në cilën
njerëzit kanë mundësi me ngrit, me hangër diçka prej syfyrit apo me fal namaz të natës, e pastaj kur hyn koha namaz sabahut, thirret ezani normal që e di. Do thotë shtojca salatu khairu min an-nawm përdoret në ezanin e sabahut para se me hy koha e namazit të sabahut. Allahu inshallah na mundson me qenë për atyre të cilët dëgjojnë fjalët e Zotit dhe mundohen me i respektu ato. Allah na bëft inshallah që me përmisu vetën tonë dhe me bë jetën tonë konform fjalëve të Zotit tonë dhe mësimeve të pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Zoti na mundsoft me jetu me librin e Zotit, me sunetin e pejgamberit Zotit Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe me vdek me shahadet dhe në takimin ton të radhës mbeqi për kujdesin e Allahut Taala. Allahu dhasht bereqet, mëshirë dhe qetësi në shtëpiat e muslimanëve dhe ndihmoft kudo qofshin ata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.